Të tjera në lajme do të ndiqni, monedat kombëtare në qarkullim arritën 440 miliard lekë, rritja vjetore nga 2023 në 2024 32 miliard lekë. Kreditimi për sektorin e turizmit ka shënuar rekord të ri për gjatë muajit shkurt, shifrat flasin për rreth 1.3 miliard lekë kuatare. Tarifa vendosur nga presidenti Trump mund të sjellë përfitime në eksportin e mineraleve shqiptare, kjo sepse tarifa është më e ulta në rajon. Sipas erës, në 2024, vendit u shtuan 537 MW kapacitet prodhues në energji elektrike, në total kapaciteti 3213 MW. Për këto dhe të tjera ndiqni me lajmet qendrore. Monedat kombëtare në qarkullim kanë arritur në 440 miliard lekë, me një rritje prej 32 miliard lekë, është krahasuar me fundin e vitit 2023. Kështu gjatë vitit 2024, Banka e Shqipërisë ka emetuar 22 milion copë monedha dhe kartë monedha të reja. Banka e Shqipërisë ka emetuar 22 milion copë monedha dhe kartë monedha të reja gjatë vitit 2024. Monedha kombëtare në qarkullim arriti në 440 miliard lekë, me një rritje prej 32 miliard lekësh krahasuar me fundin e vitit 2023. Sipas raportit vjetor të Bankës së Shqipërisë, për gjatë vitit të kaluar janë hedhur në treg 4 milion copë kartë monedha të reja dhe 18 milion copë monedha metalike. Në duart e shqiptarëve qarkullojnë gjithsej 161 milion copë kartë monedha me vlerë 433 miliard lekë, si dhe 291 milion copë monedha metalike. Numri dhe vlera e kartë monedhave në qarkullim është rritur si pasojë e realizimit të prerjeve të mëdha, kryesisht 10.000 dhe 5.000 lekë. Si rezultat, vlera mesatare e një kartë monedhe në qarkullim në fund të vitit 2024 arriti 2.689 lekë, ndërsa vlera mesatare e një monedhe metalike në qarkullim ishte 25 lekë për monedhë. Në vitin që lan pas rezultojnë të jenë falsifikuar më pak monedha kombëtare se në 2023. Të dhënat nga raporti tregojnë se Banka e Shqipërisë ka sekuestruar 156 copë kartë monedha të falsifikuara dhe 50 copë monedha metalike në total. Koeficienti i kartë monedhave të falsifikuara ka prekur nivelin më të ulët historik në vitin 2024, duke dëshmuar cilësinë e lartë të sërisë së re të kartë monedhave tona. Numri më i madh i kartë monedhave false i takon serisë së vjetër, ndërsa 50 lekëshi, 1.000 dhe 2.000 lekëshi janë ato që falsifikohen më tepër. Banka e Shqipërisë thekson se falsifikimet janë riprodhime të thjeshta me pajisje digjitale komerciale, pothuajse vetëm me teknikën inkjet me ngjyra, të shoqëruara me aplikim të teknikave artizanale teknologjike për imitimin e elementeve të sigurisë, ndërsa elementet e sigurisë të lexueshme prej makinave ose pajisjeve autentifikuese nuk ndeshën në asnjë rast. Përsa i takon historikut të emetimit të monedhave kombëtare, Banka e Shqipërisë prezantoi në vitin 2019 një seri të re. Në 2024 u mbushën 5 vite nga hedhja në qarkullim e monedhave 200 lekë dhe 5.000 lekë. Në rastin e kartë monedhës 200 lekë, materiali prej polimeri është më i qëndrueshëm fizikisht, i sigurt dhe ndihmon në pastërtinë e kartë monedhës. Ndërkohë, në vitin 2021 është hedhur për herë të parë në qarkullim kartë monedha 10.000 lekë, prerja më e madhe para shqiptare deri më sot. Numri i procedimeve penale lidhur me falsifikimin e monedhave dhe letrave me vlerë është rritur ndjeshëm gjatë vitit që kaloi me një kapërcim prej 48%. Tirana, Shkodra dhe Vlora kryesojnë. Falsifikimi i monedhave dhe letrave me vlerë duket se ka qenë një sport i preferuar në Shqipëri, pavarësisht pasojave ligjore. Për gjatë vitit 2024 vjet re një rritje ndjeshme e numrit të procedimeve të regjistruara për veprat penale, falsifikimi i monedhave dhe letrave me vlerë, në krahasim me vitin 2023, nga 25 në 37 apo rreth 48% dhe rritje nga 9 në 10 të numrit të procedimeve të dërguara në gjykat. Referuar raportit vjetor të prokurorit të përgjithshëm, në lidhje me të pandehurit për këtë grup vepra penale vjet re, një rritje e numrit të pandehurve të regjistruar përkundrejt këtij totali në vitin 2023 nga 9 në 15 dhe rritje e numrit të pandehurve, të cilët janë dërguar në gjykat nga 10 në 11. Megjithatë, përpos rritjes së procedimeve, vjet re ulje e numrit të pandehurve të dënuar nga gjykata nga 9 në 7 përkundrejt vitit 2023. Sa i takon karakteristikave të pandehurve, rezulton se 92.8% janë meshkuj madhor, 71.4% me arsim të mesëm, 80% e të pandehurve janë të punësuar në sektorin privat,
dhe 92.8% kanë vendbanim në qytet, ndërsa 85.7% e të pandehurve rezultojnë të padënuar më parë. Sa i takon gjeografisë, rezulton se numri më i lartë i procedimeve të regjistruara për falsifikimin e monedhave dhe letrave me vlerë është në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë, Tiranë me 38% e numrit total të procedimeve, Shkodër 19% e numrit total të procedimeve të regjistruara dhe Vlorë me 13%. Të dhënat tregojnë se numri më i ulët i procedimeve të regjistruara për këtë grup vepra penale është në prokurorinë pranë gjykatave të shkallës së parë, Dibër, Lezhë, Fier, Kukës, Berat, ku nuk është regjistruar asnjë procedim për falsifikimin e monedhave dhe letrave me vlerë. Sipas të dhënave më të fundit, kreditimi për sektorin e turizmit ka arritur shifër të padiskutueshëm në muajin e shkurtë të këtij viti. Shifrat flasin për rreth 1.3 miliard lekë ose rreth 12 milion euro hua e re. Sektori i turizmit po përjeton një rritje të ndjeshme të kreditimit teksa operatorët dhe investitorët po përgatiten për një sezon veror që pritet të jetë edhe më i fuqishëm se një vit më parë. Sipas të dhënave të fundit, duket se kreditimi për sektorin e turizmit ka arritur një rekord të padiskutueshëm në muajin e shkurtë të këtij viti. Shifrat flasin për rreth 1.3 miliard lekë ose rreth 12 milion euro hua të re në muajin e dytë të vitit, me një rritje prej 63% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Pesha që ka patur kredi e re për akomodim dhe shërbim ushqimor ndaj totalit sa i përket muajit shkurt të vitit 2025 vlerësohet në 7.2%, ndërkohë kjo vlerë për shkurtin e vitit 2024 regjistrohej në 3.6%. Theksojmë se huaja e re për turizmin në muajin shkurt të këtij viti regjistron rekordin më të lartë historik, të paktën që nga viti 2017. Bankat kanë dhënë ndjeshëm më shumë hua për tregtinë dhe turizmin edhe përgjatë vitit 2024, duke reflektuar një interes të shtuar për zhvillimin e këtij sektori. Vlen të theksohet se kjo rritje është e lidhur ngushtë edhe me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe rritjen e kërkesës për shërbime turistike. Sipas të dhënave, huaja e re për këtë sektor u vlerësua në 12.8 miliard lekë vitin e kaluar ose rreth 26% më e lartë se në vitin 2023, ku vlerësoi në rreth 10.2 miliard lekë. Ekspertët vlerësojnë se kjo rritje është një sinjal pozitiv jo vetëm për sektorin, por edhe për gjithë ekonominë, pasi turizmi është kthyer në një nga motorët kryesorë të rritjes, me ndikim direkt dhe indirekt në punësim dhe konsum. Megjithatë, sfidat mbeten të pranishme, përfshirë mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar dhe nevojën për standarde më të larta në ofrimin e shërbimeve turistike. 2 nga 5 konsorciumet ndërkombëtare që garuan për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano kanë kaluar fazën e parakualifikimit. Lajmin e ka njoftuar zëvendës kryeministri Balluku, e cila shtoi se Shqipëria do të ketë një port model në mesdhe. Ka përfunduar faza e parakualifikimit për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano. Në një postim në rrjetet sociale, zëvendës kryeministri Belinda Balluku, njëherësh ministri i infrastrukturës dhe energjisë, deklaroi se 5 konsorciume ndërkombëtare morën pjesë në një garë të hapur dhe transparente. Komisioni i udhëhequr nga konsulenti ndërkombëtar Royal Haskoning DHV kualifikoi 2 konsorciume, të cilët pas dorëzimit të dokumentacionit fizik do të paraqesin ofertat ekonomike. Sipas Balluku, Shqipëria do të ketë një port model, një hap në mesdhe i cili do t'i shërbejë të gjithë rajonit. Faza e parë përfshin të hapjen e garës tenderuese, pjesë të cilës ishte edhe zhvillimi i një terminali kontejnerësh me 2 shtretër. Faza e dytë ishte ajo e parakualifikimit, ku ofertuesit të mundshëm parakualifikohen, me kusht që të plotësojnë një sër kriterësh të paracaktuara teknike dhe financiare. Me mbylljen e kësaj faze, nis tashmë faza e ofertimit, në të cilën ofertuesit e parakualifikuar mund të dorëzojnë ofertën e tyre financiare. Ky projekt synon modernizimin e infrastrukturës portuale, me anije më të mëdha dhe thellësi pothuajse të dyfisht krahasuar me thellësinë aktuale. Fondi për ndërtimin e portit është 390 milion euro. Royal Haskoning DHV është kompania e cila do të mbikëqyrë të gjithë procesin, që nga gara deri te punimet për ndërtimin e portit. Porto Romano do të jetë një port i klasit botëror, ndërkombëtar, teknologjikisht i avancuar dhe efikas, i cili do të trajtojë ngarkesat e parashikuara në të ardhmen në det për Shqipërinë dhe rajonin. Ky port nuk do t'i shërbejë vetëm Shqipërisë, por edhe Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, pasi do të lidhet përmes hekurudhës me 2 porte të thata në Prishtinë dhe Strug. Ministra Mirela Kumbaro i bën thirrje profesionistëve të turizmit të aplikojnë në platformën e dedikuar për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të turizmit në Shqipëri. Një juri e përbërë nga ekspertë të fushës do të vlerësojë projektet dhe idetë konkurruese. Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro nëpërmjet një postimi të publikuar në rrjetet sociale u bën thirrje profesionistëve të turizmit të aplikojnë në platformën T4CE për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të turizmit në Shqipëri.
Tip 4CE është një mundësi unike për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të turizmit në Shqipëri, duke sjellë një model biznesi për të nxitur turizmin e qëndrueshëm, njëkohësisht risinë eksperienca apo produkte turistike, duke zbatuar praktikat më të mira për reduktimin dhe menaxhimin e mbetjeve. Nëpërmjet një procesi konkurrues, Tip 4CE do të identifikojë dhe mbështesë idetë më premtuese që kombinojnë shërbimet apo produkte turistike me parimet e ekonomisë qarkulluese me qëllim optimizimin e burimeve dhe minimizimin e mbetjeve. Aplikantët e parapërzgjedhur do të përfitojnë mentorim të personalizuar gjatë gjithë fazave të konkursit për të përgatitur në mënyrën më të mirë për prezantimin final Demo Day, nga ku do të përzgjidhen idetë fituese të cilat do të financohen me deri në 15.000 euro për të realizuar idetë e tyre. Një juri e përbërë nga ekspertë të fushës do të vlerësojë projektet dhe idetë konkurruese. Çdo individ apo biznes mund të aplikojë nëse ka një vizion për një produkt, shërbim turistik më të qëndrueshëm dhe efektiv, apo nëse ka eksperiencë turistike që redukton mbetjet, promovon paketimet e ripërdorshme dhe fuqizon zinxhirin nga ferma në tryezë. Platforma Tip synon zhvillimin e eksperiencave dhe produkteve të reja turistike apo përmirësimin e kënaqësisë së turistëve, duke përfshirë elementet e ekonomisë qarkulluese në turizëm. Gjithashtu synon minimizimin e mbetjeve që nuk menaxhohen siç duhet, duke nxitur përdorimin e modeleve të biznesit rigjenerues dhe promovimin e përdorimit efikas të burimeve në industrinë e turizmit. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është edhe forcimi i ndërgjegjësimit për praktikat e qëndrueshme dhe mbrojtjen e mjedisit, duke forcuar bashkëpunimin midis aktorëve të industrisë për të zbatuar zgjidhje inovative dhe të qëndrueshme. Aplikimet për të bërë pjesë e Tip do të qëndrojnë të hapura deri më datën 21 prill. Si rezultati gripit të shpendëve, 500.000 krerë pula kanë ngordhur në 2 stabilimente të Durrësit. Ato janë azgjësuar përmes groposjes. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka njoftuar për marrjen e masave të menjëhershme. Pas situatës me gripin e shpendëve në 2 stabilimente në zonën e Durrësit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka njoftuar se janë marrë masat e menjëhershme për eliminimin dhe asgjësimin e sigurt të gati 500.000 krerëve shpendë të ngordhura. Asgjësimi bëhet përmes groposjes ose djegjes së kadavrave të kafshëve në qendrat e përpunimit pas ngordhjes, sipas rregullave sanitaro-veterinare. Qendrat përcaktohen nga organet e qeverisjes vendore me pëlqimin e shërbimit veterinar rajonal dhe agjencive shtetërore përgjegjëse për mjedisin. Groposja ose djegja e kadavrave të kafshëve në qendrat e përpunimit post-mortem kryhet në mbikëqyrjen e veterinerit zyrtar. Eliminimi nëpërmjet groposjes dhe në një qendër përpunimi i karkasave, vezëve, mbeturinave shtazore, ushqimit, plehut, bëhet sipas legjislacionit në fuqi. Procesi i asgjësimit të ngarkesave të kafshëve të ngordhura ose të eliminuara në qendrat e përpunimit ndiqet nga veterineri zyrtar i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, një përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, si dhe një përfaqësues nga Drejtoria Rajonale, por edhe një përfaqësues nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Asgjësimi ose trajtimi i kadavrave kryhet me groposje në një qendër përpunimi që i asgjëson ose trajton kadavrat të kafshëve, me incinerim, me eliminim në një landfill të autorizuar pas transformimit nëpërmjet sterilizimit nën presion, si lëndë djegëse pas përpunimit, për prodhimin e fertilizanteve organik ose përmirësuesve të tokës pas përpunimit, nëpërmjet sterilizimit nën presion kur është e mundur dhe bëhet markimi i përhershëm i materialeve përfundimtare. Një sasi e lule shtrydhëve të importuara nga Greqia janë konstatuar me probleme nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Rreth 52 kg janë tërhequr nga tregu, ndërsa po vijohet me kryerjen e analizave për ngarkesat e tjera. Rreth 52 kg lule shtrydhe me risk të lartë për shëndetin janë tërhequr nga tregu shqiptar. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit AKU ka dalë me një njoftim zyrtar lidhur me rastin e produktit lule shtrydhe të një sasie prej 52 kg të importuar nga Greqia. Në bazë të planit të monitorimit me bazë risku, AKU zbatoi procedurën e dërgimit të lule shtrydheve për analizim laboratorik në datën 17 shkurt 2025. Dhe pas daljes së rezultatit u angazhua nëpërmjet sistemit të gjurmëueshmërisë për mbledhje dhe tërheqje nga tregu të kësaj sasie lule shtrydhe. Në bazë të faturave të shitjes të paraqitura nga operatori i biznesit ushqimor, e gjithë sasia rezultonte e shitur. Menjëherë pas këtij rasti, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bërë vlerësim të riskut për këtë produkt dhe ka kategorizuar me risk të lartë.
Për këtë, është komunikuar me të gjitha pikat e inspektimit kufitar për mostrimin e 10 ngarkesave të njëpasnjëshme dhe bllokimin në kufi të çdo ngarkese me luleshtrydhe, deri në daljen e përgjigjes së analizave të çdo mostrimi për produktin që mund të vijojë të importohet nga Greqia. Synimi i urdhërimit për bllokime të tilla në pikat e inspektimit kufitar është që të pritet çdo rezultat analize e mostrimeve në të tilla raste. Në bazë të këtyre rezultateve do të përcaktohet nëse importet do të lejohen për tregtim brenda territorit shqiptar apo do të kthehen në vendin e origjinës. Në kuadër të transparencës dhe informimit të publikut, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bën me dije se për çdo rast të konstatuar në treg apo në pikat e inspektimit kufitar, të rezultuar jo konform kërkesave dhe standardeve me legjislacionin në fuqi për produktet e importit, njoftohet sistemi i njoftimit të shpejtë për ushqimin dhe ushqimin për kafshë. Një udhëzim i Ministrisë së Financave përcakton mënyrën si do të aplikohen pullat fiskale mbi alkoolin dhe duhanin, si dhe penalitetet në rast të shkeljes së legjislacionit. Ndërkohë, prodhuesit e mëdhenj kanë të ndaluar të nënkontraktojnë prodhimin e produkteve të një pale të tretë që nuk është vetë në kushtet e zbatimit të këtij udhëzimi. Qeveria ka miratuar udhëzimin përkatës për vendosjen e pullave të akcizës dhe kodit të sigurisë, që do të ngjiten produkteve të duhanit, birrës dhe alkoolit, si dhe metodat e pagesës së pullave fiskale. Referuar udhëzimit, prodhuesit dhe importuesit vendosin dhe shënjojnë të gjitha produktet e akcizës, duke përdorur pullat e akcizës dhe pullat fiskale. Pullat e akcizës për verën, alkoolin e distiluar, rakin dhe alkoolin e pastër do të vendosen mbi tapa në mënyrë të tillë që të grisen kur të hapen. Pullat e akcizës për fuqit e birrës do të vendosen te prodhimet përkatëse mbi tapën e kontenjerit përkatës në mënyrë të tillë që të griset kur të hapet. Pullat e akcizës për birrën, prodhuesit e vegjël dhe birrat e importuara do të vendosen te tapa për shishet dhe në fund ose në faqen anësore për kanaçet. Për prodhuesit e mëdhenj të birrës, pulla fiskale do të printohet direkt mbi tapë për shishet dhe në fund për kanaçet, duke përdorur sistemin. Për çdo produkt akcize që mund të kërkohet pajisja me pulla akcize i parenditur më sipër, pulla e akcizës do të vendoset mbi paketimin përkatës. Pullat e akcizës për duhanin do të vendosen në pjesën e pasme dhe të përparme të paketës. Sipas udhëzimit, duke filluar që nga data 1 prill 2025, prodhuesit janë të detyruar të përdorin sistemin dhe të zbatojnë procedurat e duhura për secilin produkt. Që nga kjo datë, asnjë produkt nuk mund të dalë nga linja plotësisht automatizuara të mbushjes pa pullën fiskale. Po ashtu, duke filluar nga e njëjta datë, inspektorët e autoritetit mund të fillojnë kontrollet për shkeljet, të cilat të jenë subjekti gjobave dhe masave të tjera që jepen sipas legjislacionit në fuqi. Prodhuesit e mëdhenj kanë të ndaluar të nënkontraktojnë prodhimin e produkteve të një pale të tretë, që nuk është vetë në kushtet e zbatimit të këtij udhëzimi. Pullat fiskale të porositura te kompania koncesionare të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave deri më 31 dhjetor 2024 dhe të dërguara te prodhuesi apo furnizuesi brenda datës 31 mars 2025 do të lejohen të përdoren brenda një viti nga data e dërgimit të pullës fiskale. Pullat e papërdorura brenda datës 30 mars 2026 duhet të kthehen dhe t'i nënshtrohen procesit të shkatërimit sipas përcaktimeve të këtij udhëzimi. Tarifa 10% e vendosur nga administrata Trump mund të sjellë përfitime tek eksporti i mineraleve shqiptare drejt të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të normës më të ulët se vendet e tjera të rajonit. Sipas ekspertit ekonomist Arben Malaj, për përfitime më të mëdha mineralet duhet të nënshtrohen procesit të përpunimit. Tarifat reciproke të vendosura nga presidenti Trump nuk e kanë lënë papregur as Shqipërinë. Megjithatë, fakti që tarifa është vetëm 10% ndryshe nga normat e vendosura për vendet e tjera të Ballkanit si Serbia, Maqedonia apo Bosnia, mund të përbëjë një avantazh për eksportet shqiptare. Në kushtet kur ai volum është jo i ndikueshëm në atë përmasën që ne themi të afektojë negativisht ekonominë, përfitimet mund të jenë modeste. Ka vetëm një mesazh në këndvështrim afatgjat duke parë luftën tregtare që Shqipëria ka shumë minerale, por nuk i ka me cikël të mbyllur. Është koha për një politikë të re industriale që rrit vlerën e shtuar të eksportit tona dhe që përballon edhe luftën e tarifave. Fill pas vendosjes së tarifave të Trump prej 25% për çelikun dhe aluminin që importoheshin në SBA nga Kina dhe Meksika, vendi ju regjistroi një shifër rekord për sa i përket importimit të këtyre produkteve nga Kina, si dhe një sasi të lartë të eksportuar drejt Amerikës. Sipas të dhënave nga Instat, eksportet e gizës, çelikut dhe aluminit përbëjnë 42% të sasisë që shkon drejt shtetit përtej Atlantikut. Unë e shoh vetëm te vlera e shtuar. Pra ka impakt pozitiv për eksporte në rritje të ekonomisë shqiptare. Dhe ne do ta kemi me cikël të mbyllur ekonominë. Nxjerrje mineralesh, përpunim dhe eksportim. Fakti që ne eksportojmë minerale të papërpunuara
vlera shtore tyre është minimale. Dhe një nga këshillat që jepet qeverive në këtë rast është të investojnë për cikël të mbyllur. Edhe pse janë rreth 8.000 kilometra larg Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbeten një partner i rëndësishëm për Shqipërinë. Gjatë vitit 2024, shkëmbimet tregtare mes dy vendeve arritën në 28 miliard lekë. Sipas entit rregullator, 537 MW u shtuan kapacitetit prodhues vendas të energjisë elektrike gjatë vitit 2024, duke arritur një total prej 3.213 MW. Rritja e kapacitetit të instaluar erdhi kryesisht si rezultat e shtimit të burimeve të rinovueshme të energjisë fotovoltaike. 537 MW u shtuan kapacitetit prodhues vendas të energjisë elektrike gjatë vitit 2024, duke arritur një total prej 3.213 MW. Rritja e kapacitetit të instaluar për gjatë vitit erdhi kryesisht si rezultat i shtimit të burimeve të rinovueshme të energjisë elektrike fotovoltaike. Centralet e prodhimit të energjisë elektrike janë të lidhura si në rrjetin e transmetimit të energjisë, ashtu dhe në rrjetin e shpërndarjes, bën me dije ere. Me shtimin e centraleve të rinj, prodhuesit privat përbëjnë rreth 51.4% të këtij kapaciteti, ndërsa kapaciteti prodhuesi i energjisë elektrike i kompanisë publike KESH është 1.563 MW dhe përbën rreth 48.6% të totalit. Ndërkaq prodhimi total neto i energjisë elektrike i realizuar në vitin 2024 është 7.836 GWh, 55.7% të cilit u prodhua nga KESH dhe 44.3% nga prodhuesit e tjerë. Nga analiza e historikut të prodhimit të energjisë elektrike të regjistruar në vend, viti 2024 rezulton mbi mesataren e periudhës 2009-2024 me rreth 1.066 GWh. Megjithatë, në raport me vitin 2023, prodhimi pësoi rënje me 959 GWh. Kjo për faktin se nga pikpamja hidrologjike, viti 2024 ka qenë poshtë mesatares shumë vjeçare. Viti 2024 ka qenë një vit relativisht i thatë, me prurje nën mesataren 30 vjeçare 1994-2024, shpjegon enti rregullator, çka nxjerr në pa varësinë që ka prodhimi i energjisë elektrike në vendin tonë nga kushtet e motit. Paralelisht, konsumi total i energjisë elektrike në vitin 2024 arriti në vlerën prej 8.170 GWh, duke posuar rritje me 294 GWh në raport me një vit më parë. Konsumi i energjisë elektrike realizohet nga konsumatorët që furnizohen në tregun e rregulluar dhe konsumatorët të cilët furnizohen në tregun e liberalizuar. Aktualisht pjesa më e madhe e konsumit është në tregun e rregulluar që furnizohet nga furnizuesi i shërbimit universal, pjesë e OSHE Group. Volumet e energjisë të tregtuar në bursën shqiptare të energjisë elektrike Alpex u rritën me 41.7% gjatë vitit 2024 në raport me vitin 2023. Sipas të dhënave nga enti rregullatori i energjisë, faturimet u rritën me rreth 80% duke arritur vlerën 301 milion euro. Volumet e energjisë të tregtuar në bursën shqiptare të energjisë elektrike Alpex u rritën me 41.7% gjatë vitit 2024 në raport me vitin 2023. Në total, në tregun e ditës në avans, gjatë vitit që shkoi u arrit të tregtojë një volum total prej 1.173 GWh në tregun e ditës në avans, me një çmim klerues mesatar prej 112.01 euro për megavator. Rritje të ndjeshme gjatë vitit të kaluar posuan edhe faturimet. Sipas të dhënave nga enti rregullatori i energjisë, faturimet u rritën me rreth 80%, duke arritur në vlerën 301 milion euro. Respektivisht në zonën e ofertimit në Shqipëri është tregtuar 807 GWh energji dhe faturimi total ishte 171.4 milion euro, ndërsa në zonën e ofertimit në Kosovë janë tregtuar 365 GWh energji elektrike dhe faturimi total ishte 129.7 milion euro. Bursa shqiptare e energjisë elektrike menaxhon dhe operon tregun e organizuar me shumicë të energjisë elektrike për zonën e ofertimit të Shqipërisë dhe Kosovës. Më 11 prill 2023 u krye ankandi i parë në tregun e ditës në avans për zonën e ofertimit të Shqipërisë. Në 31 janar 2024 u shënua bashkimi tregut të ditës në avans Shqipëri-Kosovë, ndërkohë që në 11 dhjetor 2024 u krye ankandi i parë në tregun e ankandeve brenda së njëjtës ditë për zonën e ofertimit të Shqipërisë dhe Kosovës, duke shënuar dhe bashkimin e këtij tregu ndërmjet dy vendeve. Në tregun e ankandeve brenda së njëjtës ditë, për gjatë vitit 2024 u arrit të tregtojë një volum prej rreth 365 MWh, me një çmim klerues mesatar prej 200.8 euro për megavator. Totali i antarëve të Alpex ka arritur në 36 antar burse dhe 4 antar të përgjithshëm klerimi.
Gjatë takimit inaugurues të Komitetit të Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të Bashkimit Evropian, Kryeministri Rama shprehu mirënjohje që Bashkimi Evropian ka dhënë mundësinë Shqipërisë të bëhet pjesë e saj, ndërkohë ambasadori Gonzato theksoi rëndësinë e përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e integrimit. Në takimin inaugurues të Komitetit të Përbashkët Ekonomik dhe Social të BE, Kryeministri Edi Rama shprehu mirënjohjen e tij për mundësinë që Bashkimi Evropian i ka dhënë Shqipërisë për të bërë pjesë e kështjellës së Brukselit. Ne e vlerësojmë këtë veçanërisht sepse fal mënyrës të hapur e gatishmërisë së presidentit dhe ekipit të tij, jemi mirë pritur brenda kështjellës së Brukselit, si të barabartë, dhe madje na është dhënë mundësia për të ndjerë se si është kjo ndjesia e të qenit i barabartë në këtë kështjellë, kështu që kjo është diçka shumë e veçantë. Nga ana tjetër, ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvia Gonzato, theksoi rëndësinë e përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e integrimit. Një shoqëri civile aktive në përkufizimin e saj më të gjerë është jetike për të bërë të mundur që qytetarët të kenë ndikimin e duhur që të marrin pikërisht në dorë pra të këto të mirat e reformave që sjellin antarësimin. Dhe natyrisht këtu duhet që të mos harrojmë që përgjegjësia e shoqërisë civile është të komunikojë në mënyrë efikase dhe sa më pranë qytetarëve. Nga ana tjetër, qeveria mund të përfitojë nga ekspertiza që ka shoqëria civile në sektor të ndryshme, nga njohuritë e tyre. Kryeministri Rama cilësoi rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s si unik dhe theksoi nevojën për të shfrytzuar njohuritë dhe instrumentet e BE-s për një transformim të thellë dhe të qëndrueshëm. Gara ndërkombëtare për projekti det arkitekturore për rilindjen e stadiumit Selman Stërmasi ka mbërritur në fazën finale. Kryeministri Rama u shpreh se korporata shqiptare e investimeve do të shpallë edhe proceset për ndërtimin e një sistemi të ri të parkimeve në kryeqytet, por edhe në Bregdet. Gara ndërkombëtare për projekti det arkitekturore për rilindjen e stadiumit Selman Stërmasi ka mbërritur në fazën finale. 5 skuadrat finaliste prezantuan konceptet arkitektonike për një stadium krejtësisht të ri sipas standardeve të UEFA-s, kategoria 4, që pritet ta kthejë atë zonën një qendër të re të Tiranës. I pranishëm në ceremoni ishte edhe kryeministri Edi Rama. Tani vjen radha stadiumit Selman Stërmasi, edhe ky sipas kërkesës së bërë për studiot është në fakt një tjetër bërtham për një qendër të re urbane që jam i bindur duke pas parasysh edhe konkurrentët do jemi në kushtet kur do të kemi mundësi të bëjmë një zgjedhje shumë të mirë. Ashtu si kundër duhet përmend këtu edhe disa procese tjera të filluara, procesi për ndërtimin e qendrës së re administrative pranë stadiumit Selman Stërmasi, që do të akomodojë 18 institucione, procesi për ndërtimin e godinës së re të kadastrës, e domosdoshme për shumë arsye që janë të lidhura me konsolidimin e gjithë procesit të punës së kadastrës. Biblioteka e re kombëtare, një konkurs që do të shpallet së shpejti për sa i përket zhvillimit privat në funksion të investimit në bibliotekën e re kombëtare. Në përfundim të fjalës së tij, kryeministri Rama u shpreh se korporata shqiptare e investimeve do të shpallë edhe proceset për ndërtimin e një sistemi të ri parkimesh në kryeqytet dhe në Bregdet, ku do të përfshihen arkitektët ndërkombëtar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se çdo pensionist do të marrë të paktën 200 euro në muaj, ndërsa pensionet e tjera mbi 200 euro do të rriten me 20%. Berisha shtoi se në 100 ditët e para të qeverisjes do të përcaktohen disa lehtësi të tjera. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar programin e kësaj force politike për pensionistët. Sipas tij, çdo pensionist do të marrë të paktën 200 euro në muaj, ndërsa pensionet e tjera mbi 200 euro do të rriten me 20%. Qëllimin, ja u them realisht,
të dalim në krye të vendeve të rajonit për rrogat dhe pensionet. Pse të dalim? Jemi vendi më i pasur. Ne jemi vendi më i pasur. Nuk ka asnjë vend tjetër, asnjë vend për rreth nesh që të ketë pasuritë tona. Jo, ja u them unë ju, asnjë. Ne kemi pasuri natyrore të pafundme. Ne kemi potencial turistik të jashtëzakonshëm. Berisha shtoi se në 100 ditë e para të qeverisjes do të përcaktohen disa lehtësi të tjera. Sipas tij, pensionistët do të blejnë ushqimin njësoj si rrugtarët, por shteti do u kthejë atyre të vëshën e çmimit. Kurse ne vendosim kartën e konsumatorit, të cilën do ta ketë çdo pensionist dhe çdo rrogult, dhe do marr kthim të TVSH-s rreth 450 euro në vit. I bie afërsisht rreth, po thuaj afër 3 pensione aktuale. Do të zgjerojmë listën e rimbursimit të ilaçeve. 2 gjëra me ilaçe. Ju garantoj që ilaçet pasigurta nuk do hynë në Shqipëri në mënyrë kategorike, sepse do rikthejmë ligjin që kishim, i cili ndalonte tregtimin e ilaçeve në Shqipëri, të cilat nuk tregtoheshin jo në 1, po në 2 vendet së paku në 2 vendet Bashkimit Evropian. Gjithashtu kreu demokrata se do të ulet çmimi i energjisë elektrike nga 9.5 që u bë tani në 7 lekë për kilovator, si dhe do të përgjysmohet tarifa ujit për pensionistët dhe qytetarët me paga të ulta. Kreu i Shtëpisë së Bardhë Donald Trump u shpreh se ishte i gatshëm për negociata në lidhje me tarifat. Masat e reja shkaktuan $2 trilion humbje në tregjet globale të aksioneve për shkak të pasigurisë dhe frikës së investitorëve. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të ishte i gatshëm për të negociuar me vendet e tjera në rast ofertash fenomenale. Nëse dikush thotë se ne do t'u japim diçka fenomenale, do i konsiderojmë, për sa kohë që ata po na japin diçka të mirë, u tha i gazetarëve në bordin e Air Force One. Komentet e tij erdhën pasi disa zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë këmbgulën se tarifat reciproke të shpallura rishtazi nuk ishin të negociueshme, duke nxitur pasiguri të mëtejshme në lidhje me planet tarifore të presidentit amerikan, të cilat shkaktuan rënien e tregjeve globale të aksioneve dhe zhdukën afërsisht $2 trilion në S&P 500. Njoftimi i tarifave gjatë asaj që u quaj dita e çlirimit tronditi tregjet globale, pasi investitorët kishin frikë se një luftë e përgjithshme tregtare globale mund ta çonte ekonominë botërore në një recesion apo dhe në një depresion të madh si ai i viteve 1920. Trump njoftoi tarifa reciproke që synoi 180 vende me një shtrirje dhe shkallë të gjerë që nuk ishte parë në shekullin e fundit. Pavarësisht kaosit, ai këmbguli se ndikimi ekonomik do të ishte vetëm i përkohshëm dhe se tregjet e aksioneve do të lulëzojnë. Pasiguria e politikave nuk ka gjasa të tërhiqjes së shpejtë dhe ka të ngjarë të vazhdojë të turbullojë perspektivën në vijim, duke dëmtuar si biznesin ashtu edhe ndjenjën e konsumatorit, duke e bërë gjithashtu të pamundur rrezikun e çmimit për pjesëmarrësit e tregut, shpjegojnë analistët. Ta mërkurën Trump njoftoi një tarif bazë për 10% për të gjitha shtetet me tarifa shtesë të importit për disa shtete specifike. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se tarifat bazë për 10% do të hynin në fuqi më 5 prill, ndërsa taksat reciproke do të fillonin më 9 prill, duke lënë pak kohë për negociata. Tregjet e aksioneve amerikane pësuan një shitje intensive të paparqe nga viti 2020 kur COVID-19 shkaktoi probleme në mbar botën dhe mbylli shumë biznese. Për më tepër, aksionet e prodhuesve të automjeteve vazhduan të vuanin nga ndikimi i tarifave pasi detyrimet e automjeteve 25% hyn në fuqi. Presidenti francez Emmanuel Macron ka kërkuar kompanive europiane të pezullojnë investimet në SBA pas tarifave të reja të Trump. Ai sugjeroi masa që shënjestrojnë shërbimet digjitale dhe sistemet financiare amerikane.
Presidenti francez Emmanuel Macron u bëri thirrje kompanive europiane që të pezullojnë investimet e planifikuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi tarifa gjithëpërfshirëse globale. Investimet që do të vinë ose investimet e shpallura javët e fundit duhet të pezullohen derisa gjërat të sqarohen me Shtetet e Bashkuara, tha Macron gjatë një takimi me përfaqësuesit e industrisë franceze. Komentet vinë disa javë pasi firma franceze e transportit CMA CGM njoftoi planet për të investuar $20 miliard në Shtetet e Bashkuara për të ndërtuar logjistikën dhe terminalet e transportit detar, një plan që u vlerësua nga presidenti Trump në atë kohë dhe u përmend përsëri në fjalimin e tij të mërkurën. Furnizuesi francez i pajisjeve elektrike Schneider Electric tha në fund të muajit të kaluar se do të investonte $700 milion në vend për të mbështetur infrastrukturën energjetike të Shteteve të Bashkuara, që do të shërbejë për zhvillimin e inteligjencës artificiale. Macron tha se asnjë përgjigje ndaj tarifave të Trump nuk ishte përjashtuar ende dhe sugjeroi përdorimin e mekanizmit kundër detyrimit, një instrument i Bashkimit Evropian për të mbrojtur tregtinë e bllokut. Gjithashtu ai sugjeroi shënjestrimin e shërbimeve digjitale dhe sistemeve financiare amerikane. Presidenti francez shtoi se përgjigjja ndaj tarifave reciproke do të ishte më e fuqishme se sa akmarrja e mëparshme ndaj tarifave të Shteteve të Bashkuara për çelikun dhe aluminin. Macron i quajti tarifat brutale dhe të pabaza dhe një tronditje për tregtinë ndërkombëtare. Smula e tarifave reciproke të administratës Trump po godet kryesisht vendet më të varfra, duke vendosur taksa të larta për ekonomitë me të ardhurat të ulta. Ekspertët theksojnë se kjo politikë mund të dëmtojë perspektivat e zhvillimit dhe të krijojë konfuzion në tregtinë ndërkombëtare. Formula e presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave shfaq një tjetër aspekt negativ. Ajo po godet gjithashtu disa nga vendet më të varfra në botë. Matematika është e thjeshtë. Merrni deficitin tregtar të mallrave të Shteteve të Bashkuara me një vend, pjestojeni me eksportet e atij vendi në Shtetet e Bashkuara dhe ktheheni atë në një shifër përqindje. Më pas përgjysmoni këtë shifër për të prodhuar tarifën reciproke të Shteteve të Bashkuara me një dysheme prej 10%. Por Madagaskari, një nga vendet më të varfra në botë me prodhim të brendshëm bruto për banor pak më shumë se $500, ndërkohë përballet me një tarifë prej 47% për eksportet modeste prej $733 milion të vaniljes, metaleve dhe veshjeve që bëri me Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar. Madagaskari nuk është i vetmi vend. Ashpërsia e formulës që zbatohet për ekonomitë që nuk mund të përballojnë të importojnë shumë nga Shtetet e Bashkuara, të çon në mënyrë të pashmangshme drejt një tarife të larta reciproke, 50% për Lesoton në Afrikën Jugore, 49% për Kambodhë në Azinë Juglindore. Humbësit më të mëdhenj në Afrika dhe Azia Juglindore, shpjegojnë ekspertët e sektorit, duke shtuar se masa rrezikon të dëmtojë më tej perspektivat e zhvillimit të vendeve që tashmë përballen me përkeqësimin e kushteve të tregtisë. Por formula po mbjell gjithashtu konfuzion midis vendeve të pasura. Për Bashkimin Evropian ajo ka prodhuar një tarifë ndëshkuese prej 20%, 4 herë më shumë se 5% që Organizata Botërore e Tregtisë llogarit si normën mesatare të tarifave të Bashkimit Evropian. Pra të paktën për ne është një pasaktësi kolosale. Na kushton 3 herë më shumë sot hyrja në Shtetet e Bashkuara në raport me hyrjen e djathrave amerikane në tregun ton, thon prodhuesit e djathit të specializuar Grana Padano në Itali. Sekretari i tregtisë nuk e shpjegoi drejt për drejt formulën, por tha se ekonomistët e përfaqësuesit e tregtisë së Shteteve të Bashkuara kishin punuar për vite me radhë për një metrik që pasqyronte të gjitha barrierat tregtare të vendosura nga një vend i caktuar, por ekonomistët në mbar botën vunë duke se termat anulonin njëri tjetrin në një mënyrë të tillë që mund të reduktohej në një koeficient të thjeshtë të deficitit tregtar të mallrave mbi eksportet e tregtisë. Nuk ka vërtet asnjë metodologji. Është si të zbulosh se ke kancer dhe të gjesh mjekimin bazuar në peshën tënde të pjestuar me moshën. Fjala reciproke është thellësisht mashtruese, shpjegojnë ekspertët. Të tjerë theksuan se formula gjithashtu ngriti pikpyetje mbi pikpamjen e përhapur se Trump po hedh hapa drejt diskutimeve kok më kok me vendet individuale që në fund do të shohin uljen e ndjeshme të tarifave të reja. Disa ishuj të pabanuar pranë Antarktidës dhe Australisë janë bërë pjesë e luftës tregtare të nisur nga administrata Trump. Kryeministri i Australisë sigurt.
Një grup ishuj të pabanuar vulkanik pranë Antarktikës, të mbuluar nga akullnaja dhe shtëpia e shumë pinguinëve, janë përfshirë në luftën tregtare të Donald Trump. Presidenti amerikan i goditi këta ishuj me një tarif 10% për mallrat. Ishulli Heard dhe ishujt McDonald që formojnë një territor të jashtëm të Australisë janë ndër vendet më të largëta në tokë, të arritshme vetëm nëpërmjet një lundrimi 2 javor me bark nga Perth në bregun perëndimor të Australisë. Ato janë krejtësisht të pabanuara me vizitën e fundit nga njerëzit që besohet të jetë gati 10 vjet më parë. Megjithatë, këta ishuj shfaqet në një listë të publikuar nga Shtëpia e Bardhë për vendet që do të ngarkoheshin me tarifa të reja tregtare. Kryeministri australian Anthony Albanese tha se në asnjë vend në tokë nuk është i sigurt. Ishulli Heard dhe ishujt McDonald janë ndër disa territore të jashtme të Australisë të listuara veçmas në listën tarifore të Australisë, e cila do të paguajë një tarif prej 10% për mallrat e saj. Territoret e jashtme janë pjesë e Australisë dhe jo veçëverisëse, por ka një marrëdhënie unike me qeverinë federale. Vende të tilla të paraqitura në listën e Shtëpisë së Bardhë ishin ishujt Cocos, ishulli Krishtlindjes dhe ishulli Norfolk. Ky i fundit ka një popullsi prej 2188 banorësh dhe shtrihet 1600 kilometra në verilinje të Sydneyt. U ndëshkua me një tarif për 29%, 19 pikë përqindje më shumë se pjesa tjetër e Australisë. Në vitin 2023, ishulli Norfolk eksportoi mallra me vlerë $655.000 në SBA, me eksportin kryesor të këpucëve prej lëkure që vlente $413.000 sipas të dhënave të Observatorit të Kompleksitetit Ekonomik. Albanese tha se ishulli Norfolk ka një tarif 29%. Nuk jam plotësisht i sigurt se ai është një konkurrent tregtar me ekonomi gjigante të Shteteve të Bashkuara, por kjo thjesht ilustron faktin se askund në tokë nuk është i sigurt nga kjo situatë. Shifrat e eksportit nga ishulli Heard dhe ishujt McDonald janë edhe më të habitshme. Territori ka një vend përshkimi, por nuk ka ndërtesa apo vendbanime njerëzore. Pavarësisht kësaj, sipas të dhënave të eksportit nga Banka Botërore, SBA importoi $1.4 milion produkte nga këta ishuj në vitin 2022, pothuajse të gjitha ishin makineri dhe importe elektrike. Në 5 vitet e mëparshme, importet nga këta ishuj varionin nga $15.000 amerikan në $325.000 amerikan në vit. Pas vendosjes së tarifave është tronditur edhe tregu i monedhave digjitale. Kriptovaluta Trump ka pësuar një rënje të madhe. Të njëjtin fat kanë patur edhe Bitcoin dhe Ethereum. Rënje e ndjeshme jo vetëm në tregjet kryesore financiare, por edhe në industrinë e kriptovalutave. Tarifat kanë shkaktuar një luhatje të madhe të çmimeve, duke pasuar një periudhë pasigurie dhe shqetësimesh për investitorët dhe tregtarët e monedhave digjitale. Çmimet e Bitcoin ranë dje në 6%, duke arritur nivelin e $81.500, që është niveli më i ulët regjistruar në gati një muaj. Kjo rënje ka nxitur shqetësime të mëdha për të ardhmen e monedhave digjitale, duke patur parasysh ndikimin që ka mbi investitorët e mëdhenj dhe ata të vegjël. Po ashtu Ethereum ka pësuar një rënje të ngjashme, duke ulur deri në 7%, duke arritur një çmim prej rreth $1.700. Ky zhvillim tregon një tendencë të përgjithshme të rënjes së tregjeve të kriptovalutave që po përballen me një periudhë pasigurie dhe presioni ekonomik global. Ndërkohë për monedhen meme të Donald Trump, çmimet ranë më shumë se 14%, duke arritur një vlerë më të ulët se $9. Kjo rënje e fortë ka tërhequr vëmendjen e investitorëve dhe analistëve të tregut, duke e bërë këtë një nga monedhat më të goditura nga kriza e tanishme në tregjet digjitale. Ky zhvillim është një pasqyrë pasigurie që ka përfshirë të gjithë tregun global të kriptovalutave, duke vënë në dukje ndikimin që mund të kenë faktorë të jashtëm, si tarifa dhe politika ekonomike globale mbi këtë industri. Në tregjet globale, nafta po tregtohet me çmime më të ulët të këtyre 4 viteve, kështu sipas mediave ndërkombëtare, të premten çmimet e naftës prekën nivelet e vitit 2021. Shkak janë shqetësimet se lufta tregtare do të dëmtojë ekonominë globale. Çmimet e karburanteve bien me 8% në nivelet më të ulta në 4 vjet mes frikës për luftën tregtare. Çmimet e naftës ranë ndjeshëm të premten, duke arritur nivelet më të ulta që nga viti 2021, për shkak të shqetësimeve në rritje se lufta tregtare do të dëmtojë rënd ekonominë globale. Nafta amerikane ra me 8%, duke arritur në $61.92 për fuqi në tregtinë e fundit. Kjo rënje vjen pas një tkurrje prej 6.6% të enjte shkaktuar nga shqetësimet për tarifat dhe një rritje e papritur të prodhimit nga OPEC+. Të premten çmimi i naftës bruto ra deri në $60.81 për fuqi, niveli më i ulët brenda ditës që nga prilli i vitit 2021.
Nafta po shkon drejt ditës më të keqe që nga marsi i vitit 2022. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbështetur çmimet më të ulta të energjisë si një mënyrë për të përballuar kostot e jetesës. Megjithatë, këtë javë çmimet e naftës po bien për një arsye shqetësuese, frika në rritje për një recesion. Tregtarët e naftës kanë frikë se lufta tregtare do të ngadalsojë rritjen ekonomike në atë pikë sa të ndikojë negativisht në kërkesën për energji. Inteligjenca artificiale parashikohet të ndikojë në tregun e punës, duke prekur 40% të pozicioneve të sartmes. Gjithashtu organizata e Kombeve të Bashkuara thekson se teknologjia do të zgjerojë pabarazinë ekonomike midis kombeve. Inteligjenca artificiale parashikohet të arrijë vlerën e tregut në 4.8 trilion dollar deri në vitin 2033, por përfitimet e teknologjisë mbeten shumë të përqendruara, sipas agjencisë OKB-s për tregti dhe zhvillim. Në një raport, agjencia tha se kufiri i tregut të inteligjencës artificiale do të barazojë afërsisht me madhësinë e ekonomisë së Gjermanisë, me teknologjinë që ofron përfitime produktiviteti dhe nxit transformimin digjital. Megjithatë, agjencia ngriti gjithashtu shqetësime për automatizimin dhe zhvendosjen e vendeve të punës, duke paralajmëruar se inovacioni mund të prek 40% të vendeve të punës në mbar botën. Për më tepër, inteligjenca artificiale nuk është në thelb gjithëpërfshirëse, që do të thotë se përfitimet ekonomike mbeten shumë të përqendruara, shtoi raporti. Përfitimet e automatizimit shpesh favorizojnë kapitalin mbi punën, gjë që mund të zgjerojë pabarazinë dhe të zvogëlojë avantazhin konkurrues të punës me kosto të ulët në ekonomitë në zhvillim, theksojnë analistët. Potenciali që inteligjenca artificiale të shkaktojë papunësi dhe pabarazi është një shqetësim afatgjat, me Fondin Monetar Ndërkombëtar që ka bërë paralajmërime të ngjashme më shumë se një vit më parë. Në janar, Forumi Ekonomik Botror publikoi gjethet se deri në 41% e punëdhënësve po planifikonin të reduktonin stafin e tyre në zonat ku teknologjia mund të zëvendësonte ato. Megjithatë, raporti i agjencisë OKB-s thekson gjithashtu pabarazit midis kombeve, me të dhënat që tregojnë se 40% e shpenzimeve globale të kërkimit dhe zhvillimit të korporatave në këtë sektor është përqendruar në vetëm 100 firma, kryesisht ato në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinë. Për më tepër, gigantët kryesorë të teknologjisë Apple, Nvidia dhe Microsoft, që do të përfitojnë nga bumi i inteligjencës artificiale, kanë një vlerë tregu që rivalizon prodhimin e brendshëm bruto në të gjithë kontinentin afrikan. Ky dominim i inovacionit në nivel kombëtar dhe korporativ kërcënon të zgjerojë diferencat duke i lënë shumë vende të mbeten prapa. Raporti vuri në dukje se 118 shtete, kryesisht në jugun global, mungojnë në diskutimet kryesore të qeverisjes së inteligjencës artificiale. Por inteligjenca artificiale nuk ka të bëjë vetëm me zëvendësimin e vendeve të punës, pasi ajo gjithashtu mund të krijojë industri të reja dhe fuqizojë punëtorët, me kusht që të ketë investime të përshtatshme në rikualifikime dhe përmirësimin e aftësive, por në mënyrë që vendet në zhvillim të mos mbeten prapa. Ato duhet të kenë një vend në tryezë, kur bëhet fjalë për rregullatoren e teknologjisë dhe kornizat etike, nënvizoi raporti. Agjencia i bën një sër rekomandimesh komunitetit ndërkombëtar për nxitjen e rritjes gjithëpërfshirëse. Ato përfshin një mekanizëm zbulimi publik të inteligjencës artificiale, infrastrukturë të përbashkët të saj, përdorimin e modeleve me burim të hapur dhe iniciativa për të ndarë njohuritë dhe burimet e teknologjisë. Burimi i hapur në përgjithësi referohet softwareit në të cilin kodi burim është i disponueshëm lirisht në web për modifikime dhe rishpërndarje të mundshme. Kemi ardhur kështu në fund, por unë i kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn.